është recept prej laboratorit Tapivitës. Po. Përdoret 2 herë në pranverë, 2 herë në vjesht. Tretja e nozovitit bëhet 1 ml nozovit në 200 ml shërbet. Nuk është recepta që du të mjallon bletës. Po. Se shumica e bletorve në troje shqiptare e bojnë gabimin, thojnë është e shkru me 1 ml nozovit me 200 ml shërbet. Po. Nuk është recepta që është për me trajtu bletën, është recepta që është tretet nozoviti. Receptën so du të me dhonë bletës shërbet me nozovit ta jep veterineri kur t'i bëjsh analizat e nozemës. Unë i di 3 recepta. është për parandalim du të me dhonë 80 ml shërbet me nozovit për rrugë mizë. Në qofë se është, do me thonë, shkolla nozemës, do me thonë, në fillestore ose maksimumi shkolla por. Jepen 80 ml shërbet me nozovit për rrugë mizë. Në qofë se kalon shkollën e por, është shkolla 2 ose ma nalt, jepet 100 ml shërbet me nozovit për rrugë mizë. Në qofë se është shkolla e nozemës me nalt se 2, ose e kam rrit treshin, jepen 120 ml shërbet me nozovit për rrugë mizë. Edhe kjo është njëjtë për pranverë edhe për vjesht 2 herë, mrena 10 ditëve. Në gjëmë, tash, ajo me spërkotje, mundet mu spërkot, edhe mu spërkot mundesh me bo trajtimin, unë e kum bo për veti, tu menu që e kom bletën me nozem, ky mua bet është para një 8 vjetë. Tu menu që e kom bletën me nozem, edhe kum fuel me atë zotnin e laboratorit, që unë e kom kontakt, mos të thomë për ditë shumë, po është e pa mund që me bubo 10 ditë pa fuel një herë me Luigi. Luigi është shefi laboratorit në Apivita, përgjithës kryesor për prodhimin e nozovitit. Nozoviti nuk është prodhim kratë. Veç e është, Apivita është e autorizume me prodhu nozovitin për Balkan. Apivita Kroacis është e autorizume me prodhu nozovitin për Balkan. Nuk është, nozovit plus është prodhim austriak, është definitive kjo muhabet. Luan, çfarë përvojë keti me spërkatjen e me spërkatje unë nuk e kum bo na unë e kum bo me pika në dimër, në janar, me pika njëjtë si kur radikali që shbohet. Do me thonë 5 ml për rrugë mizë. I kum trajtu mas pori bletën teme. Një bletë që kum dyshu që kom nozem. Bleta nuk ka pos nozem. Problemi ka kenë pikrisht ajo që e ceke ma herët i mjolta e molit. Edhe nuk ka qenë nozem, po ka qenë e rënume pej barkqitjes. Edhe një janare kum përdor nozovit plusin me pika. 5 ml për rrugë mizë. Edhe suksesi ka qenë? Suksesi ka qenë 100%. Mas 3 dite u konë bleta tjetër krejt. I kum sugjeru, edhe kum shkuju, kum trajtu kolegve masa nena jo një herë, po shumë herë. Edhe si vjetë kum sugjeru të shumë bletor që kam pos problem pikrisht me mjoltën e molit e që ka shkaktu, do më thonë që bletat kam pos jo në zim, rëndes një ashtitje për shkak mjoltës molit, unë e kum sugjeru edhe si vjetë, jo pak, po këgjë shumë bletor me përdor edhe një janar, edhe në fillim shkurtit, nozovitin, jo si kur s'kenda me sprej, tash edhe pak, sa ta përfundojtoj, të tregoj për sprej, do me thonën me pika. 5 ml për rrugë mizë, mund është me përdor një janar, në 10 orë, në shkurt, kur dush. Vetë se kushti është, do të mu bo 2 seonca, mrena 10 dite. E njëjta vlen edhe për trajtimin e skendës, me sprucim, botë njëjtë. Do me thonë, do të parafërsisht me sprucu 5 ml për bolt kornizës. 5 ml, do me thonë, kur ta sprucojsh, do të mu sprucu 5 ml për bolt kornizës. Po kjo është veç, do me thonë, kur e ko bleta, kur është me nozim, ju kur ko ngarkes, që që kena pos me mjoltin e molit. Në që se është ngarkes për mjoltit molit, dënë me bo me sprucim, atëherë dush me pos kujdes, du 2.5 ml për bolt kornizës. Sken, cilë është përvoja jote me këtë sprucimin me nozovit? Në këtë vit, unë e kom pos se ka pos mjolt molit shumë. Edhe kom pos që ka pos nevoj me trajtu bletet, për ata e kom bo 3 herë, se normal 2 herë i bajnë spërkatjen në ne.
edhe